Historia e popullit shqiptar është histori udhëtimësh, shpërnguljesh dhe rikthimësh shpirtërore tek vetvetja. Në përshekuj shqiptarët kanë kaluar kufit, dete, kontinente, duke kërkuar një siguri, liri, dije dhe një jetë më të mirë për familjet e tyre. Por kudo që kanë shkuar, kanë marrë me veten një pasuri që nuk mund të përshohet e as të matët, gjuhën e nënës, kulturën e trashëguar dhe besimin që i ka mbajtur të lidhur me rënjet e tyre. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem sonte me ju në këtë aktivitet të rëndësishëm dhe mes shumendjeve të ndritura e personaliteteve të shquara, që trajton një temë shumë aktuale dhe afër zemrës të secilit prej nesh. Identitetin shqiptar në Mërgat. Mërgata jon ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga shtyllat më të forta të kombit tonë. Brezat e tërë shqiptarësh kanë ndërtuar jetën e tyre larg vendlindjes, duke u integruar me sukses në shoqëritë ku jetojnë, por njëkohësisht duke ruajtur gjuhën, kulturën, traditat dhe vlerat tona. Tema e sotme, mes rënjve dhe integrimit, për mua tashmë nuk është më një pozitë ku duhesh të përcaktohesh për njërin apo tjetrën, por është një pozitë ku në ndërkohë mund të jesh me të dyjat. Pra me këto dy elemente që nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Përkundrazi, e këtu jam dakord me Don Antonin, për përsëris, sa më të forta janë rënjet tona, aq më i sigurt dhe më të suksesshëm mund të integrohemi në shoqërinë ku jetojmë, pa u friksuar se humbasim ose letërsohemi. Një rol të pazaventueshëm në këtë rrugtim kanë luajtur misionet shqiptare, shkollat shqipe, shoqatat kulturore dhe familjet tona, të cilat kanë mbajtur gjallë gjuhën dhe identitetin tonë ndër breza. Prandaj dëshiroj të shpreh njohjen time të madhe për misionin katolik shqiptar në Lucern dhe në Zvicër dhe për të gjithë ata që punojnë çdo ditë për ruajtjen e këtyre vlerave. Në veçanti ne kemi përgjegjësinë ndaj brezit të ri, fëmijët dhe të rinj tanë duhet të ndihen krenar për origjinën e tyre, duke qenë njëkohësisht qytetarë aktiv dhe të respektuar të Zvicrës dhe të vendeve ku jetojnë. Mërgatat si pjesë të bashkëpunëtshme të kombit janë kategori të lidhura përjetësisht me rënjen, kombin, atdheun e të parve. Nyja që i lidh, si kur tham, është kujtesa, malli e dashuria e pakusht për ato që përbën identitetin e tyre origjinar ose burimor. Mirë po, krahas kësaj ata përballen vazhdimisht me dukurinë e përkundërt, harresën, e cila në sfond filozofik merr ngjyrat e përshtatjes e përfshirjes në një shoqëri të re. Prandaj ato udhëhiqen vazhdimisht nga një përplasje e pashmangshme, pothuajse përhershme identitare, ndërmjet përkatësisë, ruajtjes së rënjeve identitare dhe përfshirjes ose integrimit në shoqëritë pritëse. Ndërmjet kultivimit të kujtesës si mjet për ruajtjen e identitetit origjinar dhe tendencës së përshtatjes që artikulohet si dukuri e harresës së ngadaltë për të vazhdueshme të tipareve identitare derisa akomodohen në kulturën vendase. Pjesëtarët e Mërgatës sillen vazhdimisht mes këtyre dy gjendjeve dhe e gjejnë veten në kërkim të një identiteti të ndërmjetër ndoshta, që kërkon të ruhet e të ndryshohet. Kjo ngjet nga se identiteti i trashëguar, qoftë ai individual ose kolektiv, synon të cënohet nga prirja e shoqërive për të tjetërsuar ato në emër të vlerave të shoqërisë. Sfida pra mbetet e përhershme. Ato përplasen mes kësaj përfshirje dhe ruajtje të identitetit në kohën kur kultura e tyre është shndruar në një shtresë kulturore ose nën-kulturë, e cila zhvillohet brenda kulturës së vendit. Dhe ne kur flasim për praninë tuaj në Zvicër ose në vendet e tjera, kemi parasysh një kulturë të shtresuar
që shndrohet në nën kulturë, të kulturës së madhe të vendit në cilin ju jetoni dhe natyrisht pjesës së cilës jeni, gjithmonë duke bartur me vete këtë identitet origjinar ose burimor tuaj. Gonxhe Bojalgjiu, shenëtorja Nën Terezë. Dua të kthehem në Shqipëri. Si shumë po vepron qoftë largu në anët tona. Dëmbëdhjetë figura shentrish do doja të kisha në Shqipëri. Patjetër edhe në Kosovë 12 të tjera. Të luteshin murgeshat e mia për të larguar të keqen nga dheu im. Dua të kthehem në Shqipëri, të shërbej më të varfërve, të varfërve të gjakut tim. Dhe në nderim të kujtimit të prindërve, dua të kthehem pranë tyre të mbyll syt. Pranë tyre të mbyll syt. Le ta dim që secili prej nesh është krijuar për të kryer vepra të mëdha. Dua të kthehem te nëna ime, ta shoh dhe motrën, plenë pranë njëra tjetrës në 2 varre në periferi të Tiranës. Dhe lule të verdha të hedh, lule me gjethe dapine, me gjethe kujtimesh e dhembje, dhe pastaj të lëmoj gur të varreve dhe të lutem Shqip të lutem Shqip për jetëve. Unë gjithmonë e mbaj në zemër popullin tim shqiptar dhe lut Zotin që paqja e tij të vijë në vendet tona, në familjet tona, në zemrat tona dhe në botë. Ndaj, lutuni Zotit për familjet tona, për popullin ton, për murgeshat e mia, edhe për mua. Unë lutem për ju. Kosovë, që eliksir të mban gjallë, mos është ujë e drinit, apo bukë e Dukagjinit, argjendi Mitrovicës, apo baruti Drenicës, kulla prej kuri dhe besa me fjalë burri, kuj e rëmuj
nga Troja gjërë në kruj, betuar në një flamur, që shqipjet mos shembet kur. Ju dua shumë! Ju dua shumë! Falenderojmë aktorin Gjevat Nimani për këto fjalë prekse që solli për të shenjtën Nën Teresë. Prej shekujve me radhë, shqiptarët kanë jetuar në udhkryqe historike, në pushtime të ndryshme përballë luftrave, shpërnguljeve të detyruara dhe varfësive si dhe sfidave të tyre politike. Shpeshherë kombi ynë është përballur me përpjekje për t'i zbehur gjuhën, kulturën dhe vedijen kombëtare. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, shqiptarët kanë arritur ta ruajnë identitetin e tyre duke përcjell atë brez pas brezi. Kur flasim për gruan shqiptare, ne nuk mund të themi që ajo ka qenë vetëm nën e një familjes. Ajo ka qenë edukatore, ruajtëse e traditës, bartëse e kulturës dhe transmetuese e vlerave kombëtare. Në kohët kur burrat u largoheshin për të luftuar apo për punë për të mbijetuar, gruaja ishte ajo që e mbante familjen, edukonte fëmijët dhe siguronte vazhdimsinë e trashëgimisë kulturore. Ajo u mësonte fëmijëve gjuhën shqipe, historinë e të parëve, respektin për familje dhe dashurinë për vendin e tyre. Në shumë periudha historike, gruaja shqiptare ka qenë institucioni më i fortë i ruajtjes së identitetit kombëtar. Edhe atëherë kur shkollat në gjuhën shqipe na mungonin ose ishin të ndaluara, edhe atëherë kur nuk ishim libra për të lexuar apo ishin të rralla, apo kur simbolet kombëtare nuk mund të shfaqeshin lirisht, atëherë gruaja shqiptare bashkë me familjen shqiptare mbeti bastion i fundit i identitetit shqiptar. Uroj misionin katolik shqiptar në Luzern për gjithë veprimtarinë dhe sukseset e një pasnishme në shërbim të atë dhëut dhe besimit shqip. I dashur të Antanuka, ju që përmbush shërbesin tuaj me përkushtim, ndërmjetësues mes hyjnorët dhe besimtarëve. Kur i drejtohemi Zotit në gjuhën e lindjes, përkthejlet janë të ngrahta. Do të citoj një mikun tim, që kam për shpirti, Prand Buzhala. Thot, populli që harron burimin e vet, ngjan me lumin që harron detit. Më lejoni, kjo thëmë dy vargje që janë për lirinë e datanis e sollenarat se i fajtën fëmijët dhe me lotin e tyre u shun etjen. Mua kur ma është ditari, pejtore, ma ndaren edhe ngjyren edhe penen. E përdora gjakun tim vetë ngjyres, e përdora trupin tem në të letrës të shkruat liria datanis. Faleminderit. Identiteti shqiptar në Mërgat mes rënjeve dhe integrimit trajtohet si një paradigmë jo vetëm për interpretimin, por si koncept mbi të cilin po ecim e po ndërtohemi në synime për të ardhmen e gjeneratave të reja jashtë tokës së qiellit tonë nga kemi prejardhjen. Kur i referohemi historisë sonë, sfidave dhe vujtjeve shekullore që populli shqiptar ka përjetuar në sundimin e perëndërive dhe të pushtuesve të ndryshëm, natyrshëm lind pyetja: si arritëm të mbijetonim si popull? Si e ruajtëm gjuhën, kulturën, traditat dhe vedijen tonë kombëtare, kur dihet se gjatë historisë
Shumë popull më të mëdhenj numerikisht janë asimiluar ose kanë humbur identitetin e tyre. Sonte jemi mbledhur për të reflektuar mbi atë që jemi, mbi atë që kemi trashëguar dhe mbi përgjithësinë që kemi për ta ruajtur e përcjellur këtë trashëgimi. Sepse identiteti i një populli nuk ndërtohet mbi arresën, por mbi kujtesë. Një kulturë pa kujtesë, pa rrënjë dhe pa identitet të qartë është një kulturë që rrezikon të humbas shpirtin e saj, thoshte Papa Benedikti XVI, një ndër mendjet më të ndritura të kohës sot. Rrënjët tona zbresin thellë në historinë iliro-dardane, të ushqyera ndër shekuj nga gjuha, besa, kultura dhe qëndresa. Atë Gjergjfisha thoshte shumë bukur, shqiptari kur e din se prej ka vjen, din edhe ka duhet me shkue. Kjo thënje përmbledh në vetvete thelbin e kësaj mbrëmje, sepse njohja e rrënjeve tona nuk është kthem pas, por orientim përpara, sikurse një pemë e fortë që sa më thellë i ka rrënjët, aq më lart ngrihet dhe aq më të begata i jep frytet. Vetëm ai që e njeh themelin e vet mund ta ndërtoj me siguri të ardhmen. Historia jonë ka qenë një udhëtim i gjatë për pjekjesh, vuajtjesh dhe kryqesh të ndryshme, një kalvar sa i dhimshëm, aq edhe i lavdishëm. Edhe pse sot jetojmë në Mërgat, e di mirë se në këtë rrugë të vuajtjeve të popullit ton kanë qëndruar burra e gra pa dallim, të cilët e kanë mbajtur gjallë trungun ton kombëtar me penë, me mund, me sakrificë e me flijem deri në vdekje. Premje, mirë se keni ardhur dhe Zoti ju bekoft të gjithëve. Amen. Nuk duhet të bëjsh fotografi, por e kam përësin nga doktor Donato Luka, të të kjo është një ashtë për poharove diçka handa jonkun, për të jak nuk jam reagli, më ka thënë që, ku i ka përkuar që ato përshëndes zonja Fane, më ka thënë, jo pa marë mirë një uje. Dhe më të apresin një raporin të fund, dhe pas taj të shofi me bëjë. Zonja Fane, një fjallë për emër të gjithë të tyre të dekoruarve. Kujtë shërë. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës për këtë mirënjohje në emër të krejt këtyne personave ndaj meje. Gëzohemi shumë dhe ju falenderojmë për besimin tuaj.